Hej të nderuar miqtë e mi, do ndaloj dhe këtë minutazh tek Edi Kuçi, një djalë që unë në fakt e respektoj shumë, e respektoj që nga viti i kaluar sepse tregoi një shoqëri të mrekullueshme me Drilonin dhe e shikoj që mënyra se si flet Edi është një lloj dezinformacioni për publikun. Edi tha që është ishi im, në kuptimin ishi, në kuptimin e shokut, në kuptimin e një diçkaje të mbaruar, në kuptimin e një diçkaje të lënë të shkatruar nga një shoqëri e pastër edhe e bukur, por nuk e kishte as pak në atë konotacionin i cili po sillet te publiku dhe po jepet për publikun. Dua të flas për marrëdhënien e Edit dhe e Lionës, por gjithashtu edhe marrëdhënien e Dolces. Fansat janë të ndarë në dy pjesë. Duan ta shohin Edin dhe Elionën, duan ta shohin Edin dhe Dolcen, duan të shohin përditshmërinë e tyre, duan të shohin lidhjen e tyre. Unë mendoj që Edi është një djalë me zemër të madhe shqiptari, është një djalë me shpirt unik, është një djalë që nga jeta ka marrë kulturën që asgjë në jetë nuk e paguan dashurinë. Asgjë në jetë nuk e paguan vërtetësinë e një njeriut. Ai aq shumë mbrëm është gëzuar kur Olta Gixhari i tha që jeni si motrat e Hirushes, Benitës edhe Albës, sa që Edi në një farë forme me buzëqeshjen e tij ja dha mbrojtjen shpirtërore Elionës. Dhe mendoj që kjo mbrojtja erdhi në formën më vllazërore të mundshme nga ana e Edit. Nëse është dyshimi më i vogël i mundshëm që Edi dhe Eliona mund të jenë bashkë, unë nuk e shoh kështu. Edi është një djalë që ka një shpirt të butë, që ka një zemër të butë, që ka një zemër të pastër, edhe e shoh që mbështetjen ja jep Elionës shpirtërore. Ja jep në formën vëllazërore, do të thënë si një vëlla i madh brenda asaj shtëpie. Dhe jam i bindur, nga nata e mbrëmshme, nga rasti që dëgjoi Edi për Elionën dhe nga mënyra se si u prek, ai në asnjë mënyrë nuk do ta toleroj që Elionën dikush ta denigroj dhe ta përbuz brenda asaj shtëpie, sepse në fund të ditës Edi është njeri, ai rrjedh nga një familje fantastike, një familje kontribuese jashtëmase në Kosovë, që nga lufta e tjerë, do të thënë janë njerëz të cilët për gjakun e tyre, për shpirtin e tyre, gjithmonë kanë dhënë maksimumin dhe sinqeritetin e kanë pasur në pa. Por, a ka diçka mes Edit edhe Dolces? Kjo do të mbetet për tu parë. Edi më shumë e ka fokusin tek Dolce, ka pas fokusin që në ditën e parë kur ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit. Elionën e trajton si një motër, Dolcia Elionën e trajton si një motër, ndërsa fokusin e ka Dolcia dhe Edi dhe mendoj që këtu bëri gabimin Benita. Nëse Benita ka qenë xheloze me Edin, atëherë i bie që të kapet tek Dolcia dhe jo tek Eliona, sepse nuk është fokusi i Edit në këtë rast tek Eliona, por fokusi i Edit brenda asaj shtëpie është tek Dolcia. Dhe unë shumë shpejt e shoh Dolcen edhe Edin në një marrëdhënie dashurie. Sepse edhe Dolcia, edhe Edi, edhe Londrimi, edhe Arditi, edhe Hygerta, edhe Eliona, edhe Benita, edhe Alba, të gjithë banorët e kanë një lloj figure prej jashtë. Domethënë këto nuk janë banorë që kanë hyrë sot në Big Brother dhe nuk kanë një fotografi të Big Brotherit se si duket. Këto kanë studiuar, këto kanë parë banorë më përpara që kanë qenë tepër të suksesshëm, që nga Luizi, që nga Gjesti, që nga Kiara, që nga Olta. Dhe do me thënë kanë një lloj fotografie imitimi se si do të vazhdojnë këtë rrugtimin dhe të ndërtohen lidhje dashurie brenda kësaj shtëpie, unë mendoj që është shumë okay dhe shumë normale dhe e shoh Dolcen edhe Edin në një marrëdhënie dashurie.